Shtëpia e Big Brother VIP Kosova është përfshirë nga një atmosferë festive me rastin e 18 vjetorit të pavarësisë së Kosovës, që në orët e para të ditës, banorët janë zgjuar në tingujt e këngëve patriotike, duke e kthyer ambientin e shtëpisë në një hapësirë plot emocion dhe krenari. Disa prej tyre kanë bërë me duar shenjën simbolike të shqiponjës, ndërsa të tjerë kanë kënduar këngë kushtuar atë dheut, duke reflektuar frymën e festës që po shënohet në mbar vendin. Momente të tilla janë shoqëruar me duar trokitje, përqafime dhe mesazhe urimi, duke krijuar një ndjenjë uniteti mes banorëve. Atmosfera festive nuk ka munguar as gjatë diskutimeve të tyre, ku janë ndarë mendime dhe emocione lidhur me rëndësinë e kësaj date historike për Kosovën. Shtëpia më e famshme në vend është bërë kështu pjesë e kremtimeve mbarkombëtare, duke sjellë për publikun pamje të një feste që ndërthur argëtimin me ndjenjën e përkatësisë dhe krenarisë kombëtare. Në këtë përvjetor, BBVK jo vetëm që ka ofruar spektakël, por edhe ka reflektuar frymën e një dite që mbetet ndër më të rëndësishmet në historinë e Kosovës.